Mirë, për të folur për këto zhvillimet të fundit, bashkohet me mua në një komunikim të drejt për drejt, juristja e njohur zonja Brisida Gjikondi. Zonja Gjikondi, mirë mbroma, kënaqësi që jeni me mua në ora e fundit. Zonja Gjikondi, Europa duket se ka sjell paqe në parlament, socialistët e demokratët janë bashkuar në përmbajtjen e projekt rezolutës për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe kjo projekt rezolut është ndër të pakta dokumente që miratohet edhe nga opozita, por me mungesën e votës së Berishës. Pse ndodhi kështu? Unë sot lexova disa analiza që pretendonin që gjëja ka pasur pazar mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, çka unë nuk e besoj. Mendoj më shumë që Partia Demokratike mbas përplasjes që ka pasur me ambasadorin e Bashkimit Evropian, zotin Gonzato, e dinte shumë mirë që nuk mund të shtonte të gjithë armiqtë e mundshëm të interesave të saj, sepse ajo ka marrëdhënie zero me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka marrëdhënie zero me Anglinë, e pam dhe nga intervista që di ambasadori i Anglisë në Shqipëri, ka dhe marrëdhënie zero me Bashkimin Evropian, sepse përplasin që patëm përpara një jave, jo vetëm me ambasadorin Gonzato, por me të gjithë përfaqësitë dhe me të gjithë përfaqësitë e Bashkimit Evropian në Shqipëri, të cilët reaguan për gjuhën denigruese që zoti Berisha nuk përdor për herë të parë. Është disa të herë që ai kryen ambasadorin Gonzato. Dhe jo vetëm ambasadorin Gonzato, por gjithë parashit e tij. Do mendoj që ajo rezolutë sot, që ka qenë thjesht një rezolutë formale, më shumë ka qenë si një hap pas dhe një përllogaritje taktike e Partisë Demokratike, se sa në një merit e në i deputetit caktuar Partisë Socialiste ose merit e telefonës të ballës me Bardhin. Mendoj totalisht që është një pragmatizëm i Partisë Demokratike, e cila e di shumë mirë që nuk mund të bjerë murit me kokë dhe s'mund të mohoj çfarë do lloj kontakti dhe marrëdhënie me ndërkombëtarët, qoftë europian, qoftë atlantik. Pra nga protestat e zhurmshme apo edhe molotovët, kjo zbutje e opozitës apo e Berishës në një farë mënyre, ju thoni se vjen ndoshta edhe nga një presion ndërkombëtar, apo jo? Nga braktisja ndërkombëtare, jo presion, sepse Berisha nuk ka pyetur për presionin dhe unë nuk besoj se ai do heq dorë nga protestat dhe nga molotovët. Ai do e vazhdoj sepse ai vetëm atë di të bëj, ai gjeneron qenia e tij ose familjes së tij. Ne pam edhe mercenar me shtetësitë huaj që ishin marrë për këto protesta, jam e bindur që ai s'ka për të hequr dorë as nga protestat, as nga molotovët. Kjo e djeshmja ose e sotshmja, ishte thjesht një taktik që ai ka bërë në prag të zgjedhjes vetë si kryetar dhe duke i lënë lapsit që s'mund të ketë marrëdhënie as me gjermanët që ai gjithkohë si tund, as me vende të tjera të Bashkimit Evropian, me partitë si motra të ekstremit të djathtë, në rast se ai vazhdon me gjuhën e denigrimit, të urrëties edhe të përçmimit të faktorit ndërkombëtar në Shqipëri. Ndërkohë, zonja Gjikondi, po ka ndryshuar qimen Berisha, thjesht ka ndryshuar taktikën. Ndërkohë nga ana tjetër, prandaj nuk e votoi vetë, mos pjesëmarrja e tij, patjetër që ai ka dhënë leje deputetëve të tij, sepse ai ata e ka zap, i ka në hyjshëm, por vetë nuk ka votuar sepse ne e dimë shumë mirë delirin e madhështisë dhe megalomanin që ka ai në të funksionuarin. Ndërkohë nga ana tjetër, kandidatët e përjashtuar nga gara në Partinë Demokratike kanë paditur Berishën në gjykat duke kërkuar pezullimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit, ndërkohë që procesi zgjedhor është planifikuar që të zhvillohet në datë 23 maj. Çfarë ndodh, zonja Gjikondi, nga ana ligjore tani? Edhe sikur të nxjerrë vendim të ndërmjetëm gjykata që të pezullohet përkohësisht procesi zgjedhor në Partinë Demokratike, unë jam e bindur që zoti Berisha nuk ka për ta përfillur vendimin e gjykatës. Ai do bëj zgjedhjet ashtu siç ka bërë planin, do rizgjidhet ashtu siç e ka bërë planin. Asgjë nuk do pengoj Berishën në rrugën e tij të shkatërimit të Partisë Demokratike. Nuk ka përfituar për asnjë lloj vendimi që mund të merret për pezullimin e zgjedhjeve. Nuk ka pyetur asnjëherë
Bilesën e pam që dhe me Spakun pati probleme pikërisht se nuk zbatoi vendimin e parë, prandaj izolua në shtëpi. Aq më pak të zbatoj një vendim administrativ që ka të bëjë me partinë, që ai ka pronësinë e tij totale në çfarë do lloj drejtimi dhe qelize. Është për të ardhur keq që njerëz si Tabaku e tjerë që kanë një farë integriteti ose kishin, janë të pazëshëm, të pamndjeshëm dhe kanë ulur kurizin përpara Berishës. Pra ju po thoni që edhe nëse gjykata do të marrë një vendim kundra Berishës, pra do të pezulloj procesin zgjedhor për kryetarin e partisë, ju thoni që Berisha nuk do të zbatoj vendimin gjyqësor, por a ka masa ligjore nëse ndodh kështu? Jo, nuk ka masa ligjore, sepse nuk mund të përdoret forca fizike dhe policore, pasi do jetë thjesht një akt administrativ. Në gjykat administrative dhe në gjykat civile nuk përdoren zbatimin në dhuni i vendimeve të ndërmjetme, prandaj duke njohur dhe Berishën, u bën në 30 ca vjet që Berisha nuk na zgënjen, aq sa na duket dhe sikur nuk ecën koha, nga që në 90-ën deri 2026-ën vazhdojmë kemi Berishën në ekran. Jam e bindur që Berisha është recidiv dhe nuk do hiq dorë nga mosnjohja e ligjit dhe mos zbatimi vendimeve që ati nuk i levetësin. Por nëse procesi zgjedhor pezullohet, zonja Gjikondi, gjykata detyron Partinë Demokratike që ndoshta të bëjë një tjetër proces ligjor ku kandidatët e përjashtuar të lejohen të kandidojnë, pra si veprohet? Nuk e detyron dot, partitë janë organizata vullnetare dhe kanë statutin e tyre, akt themelini dhe mendimin ku përcaktohet sigla, selia, vula, kryetari, mënyra si funksionon, dhe kanë dhe strukturat e tyre për ta zbatuar ato gjë. Unë mendoj që më shumë Berishën këto e pa di që përshtojnë gjykat për i qerin maskën asaj farse që kanë atë parti, se sa mund ta blokojnë në rrugën e tij prej Don Kishoti për të shkuar drejt asaj që ai ka plan. Por maskën e kanë qerë, edhe sikur mos ishin këto, maska është e qerë. Por thjesht, her pas here, Berishën ka këto problematikash me disa qendrestar, por që të gjithë shuhen rrugës, sepse dihet që e keqja në atë parti është më e fortë se e mira. Zonja Gjikondi, kam edhe një pyetje të fundit për ju. Në Partinë Demokratike po flitet për përheqjen e non gratës, e cila ka 5 vite që është vendosur dhe vetëm flitet për heqjen e saj, por flitet sa herë që doktori i ka punët keq. Pse ndodh kështu dhe a mund të hiqet non grata? Është thjesht një taktik marketingu që bën familja Berisha, duke qenë që javës tjetër janë zgjedhje dhe duke qenë që Berisha kuotat i ka në dysheme, mos them botrum, thjesht e bëjnë për të mashtruar ata budallënj që duan të mashtrojnë, sepse asnjë shqiptar, sidomos me deklaratat që dha dje ambasadori i Britanisë së Madhe në Shqipëri, u kuptua qartë kur tha ai që nuk vendimi për Berishën non grata nuk kishte një vendim politik, do të thonë që ndron partia që është në pushtet dhe Berisha pastaj ishte non grata, por ka qenë një vendim ligjor. Dhe kjo është një fotokopje e vendimit të marrë dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Departamenti Amerikan i Shtetit, vendime që nuk kanë të bëjnë fare kush vjen në qeverisje, por kanë të bëjnë me stabilitetin e Ballkanit, kanë të bëjnë me izolimin e personave konfliktual, të pabesë edhe përçarës të interesave jo vetëm të Shqipërisë, por dhe të vendeve që kanë interesa në Shqipëri, si Amerika dhe Britania e Madhe, dhe jam e bindur që ka qenë thjesht një plush sapuni ose një kullumbace që u hidhet militantët të PD-s për t'i mashtruar dhe për të shkuar për të votuar. Besoj se nuk do arrije, sepse ne i pamë edhe protestat arritën vend militant të huaj me lek për t'i mbushur. Shpresoj shumë që të ketë një vetë reflektim dhe një vetësie e të gjithë anëtarëve të Partisë Demokratike ta kuptojnë që Berisha ka kryefut vetëm interesin e familjes së tij dhe kursesitë të opozitës shqiptare, se po të kishe hallën e opozitës shqiptare, hapte krahun dhe i jepte një frymëmarrje dhe një fytyrë të re asaj opozite dhe një dinamizëm. Por është peng
i pazareve dhe peng i interesave. Zonja Gjikondi, faleminderit, kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje drejt për drejt në ora e fundit.